Horoskopi ditor, e enjte, 4 dhjetor 2025. Dashi. Sot është një ditë plot potencial kur bëhet fjalë për karrierën dhe aspiratat tuaja personale. Yjet rreshtohen për të frymëzuar zgjidhje krijuese për problemet e vjetra që kanë penguar progresin tuaj. Fokusi është qelësi sot. Të qëndroni besnik ndaj objektivave tuaja, ndërkohë që qëndroni edhe të adaptueshëm, do të jetë strategjia juaj më e mirë në lundrimin në mundësi të papritura. Komunikimi është i theksuar, duke e bërë këtë një kohë ideale për të artikuluar idetë tuaja me kolegët ose e prorët. Ndërkohë në frontin personal, Marsi ju mbush me energji dhe karizëm shtesë, duke ju bërë një forcë me të cilën duhet të llogaritet në mjediset shoqërore. Është një moment i përsosur për të angazhuar në aktivitete komunitare, ose për të lidhur me njerëz që ndajnë pasionet tuaja. Marrëdhëniet marrin një kthes harmonike, pasi Merkuri inkurajon dialogun e hapur me partnerët ose të dashurit. Balanconi punën me kohën e lirë për të ruajtur mirëqenien tuaj. Mos kini frikë të dilni në qendër të vëmendjes. Sot është dita juaj për të shkëlqyer. Demi. Dita e re premton të jetë një ditë transformuese. Energjia qiellore inkurajon vetanalizën dhe rritjen personale, ndërsa zhyteni thellë në dëshirat dhe qëllimet tuaja afatgjata. Ndikimi i Jupiterit në shenjën tuaj ofron optimizmin e nevojshëm për të ndjekur plane ambicioze me besim. Ka të ngjarë të shfaqen mundësi për avancim në jetën tuaj profesionale, por ato kërkojnë një qasje proaktive. Krijimi i rrjeteve mund t'i forcojë këto mundësi. Prandaj mos hezitoni të kontaktoni mentor ose kontakte në industri. Financiarisht mund të lindin disa shpenzime të papritura, duke kërkuar një qasje të kujdesshme ndaj buxhetimit. Në frontin personal, ringjallja e lidhjeve me familjen ose miqtë e vjetër mund të ushqejë mirëqenien tuaj emocionale, pasi Venusi thekson rëndësinë e lidhjes. Përqafoni plane spontane që ofrojnë gëzim dhe të qeshura. Romanca është e mbushur me butësi dhe mirëkuptim. Merrni iniciativën për të shprehur ndjenjat tuaja. Besoni në aftësitë tuaja, pasi sot ka të bëjë me mbjelljen e farave për një të ardhme të begat. Binjakët. Përgatituni për një ditë të gjallë, ndërsa kozmosi sjell energji dinamike drejt jush. Natyra e dy fishtë e shenjës suaj lulëzon në ndikimet e sotme, duke ju lejuar të përballoni me lehtësi detyra të shumta. Merkuri ju mundëson të komunikoni ide në mënyrë efektive, duke e bërë atë një ditë fantastike për punë ekipore dhe përpjekje bashkëpunuese. Kurreshtja juaj intelektuale do të ngacmohet, kështu që është një kohë ideale për të ndërmarrë iniciativa mësimore, ose për të thelluar në projekte kërkimore që keni pasur në mendje. Angazhimet shoqërore lulëzojnë nën këtë ndikim hyjor, duke sjellë lidhje të reja dhe mundësi rrjetëzimi. Financiarisht, vlerësimi i gjendjes suaj aktuale mund të ndihmojë në forcimin e planeve të ardhshme. Venusi përshpërit mundësi romantike. Binjakët beqar mund të hasin perspektiva interesante, ndërsa ata në marrëdhënie gjejnë gëzim në ëndrat e përbashkëta. Ndërsa përshtatshmëria juaj është një forcë, mos harroni të jepni përparësi kujdesit për veten dhe të relaksoheni me aktivitete që sjellin paqe. Përqafoni frymën e gjallë të ditës dhe lejoni kuriozitetin tuaj të udhëheqë. Gaforria. Skena kozmike është gati për transformim emocional më 4 dhjetor 2025. Hëna juaj sunduese thekson njohuritë emocionale, duke ofruar qartësi në situata komplekse. Është një kohë e shkëlqyer për të zhytur thellë në vetëdijen emocionale, duke kuptuar motivimet pas veprimeve dhe vendimeve tuaja të fundit. Energjitë e sotme favorizojnë detoksifikimin e mendjes dhe shpirtit, duke ju lejuar të hiqni barrët e së kaluarës. Nga një këndvështrim praktik, Jupiteri bekon jetën tuaj të punës, duke ju inkurajuar të synoni më lart dhe të merrni rreziqe të llogaritura që mund të çojnë në rezultate të dëshirueshme. Marrëdhëniet familjare janë në qendër të vëmendjes. Shfrytëzojeni këtë kohë për të zgjidhur mosmarrëveshjet e vazhdueshme, ose për të forcuar lidhjet përmes bisedave të përzemërta. Përpjekjet romantike marrin një shtysë kozmike, pasi Venusi shton ngrohtësi dhe dhëmshuri në ndërveprime, duke e bërë atë një kohë ideale për të shprehur ndjenjat tuaja. Stabiliteti financiar kërkon vëmendje. Sigurohuni që shpenzimet të përputhen me buxhetin tuaj. Trajtojeni veten me mirësi dhe lejoni që intuita t'ju udhëheqë hapat sot. Luani. Nën rrezet rrezatuese të 4 dhjetorit 2025, shenja juaj shkëlqen më shumë se kurrë. Kjo është një ditë kur leadershipi dhe karizma juaj natyrore janë në lulëzim të plot. Dielli ju fuqizon të ndërmerrni iniciativa të guximshme si në sferat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Tani është koha për të ngritur nivelin dhe për të shfaqur talentet tuaja të lindura,
pasi mund të lindin mundësi të paparashikuara për përparim, ndërsa vetbesimi juaj është në rritje. Mos harroni ta kanalizoni atë me kujdes në mjediset e grupit për të shmangur errësimin e të tjerëve. Sfera financiare tregon shenja rritjeje, por investimet e kujdesshme mbeten thelbësore. Në një nivel personal, kultivimi i marrëdhënieve të ngushta do t'i shohë ato të lulëzojnë. Jepni përparësi kohës cilësore me të dashurit për të forcuar lidhje. Venusi përmirëson jetën tuaj romantike, duke sjellë kreativitet dhe pasion në ndërveprimet tuaja. Për beqarët, takime simpatike janë në horizont. Rimbushni energjitë duke u përfshirë në hobi ose aktivitete krijuese që ju bëjnë të ndiheni gjallë. Sot është dita juaj për të ulëritur, luani, prandaj përqafojeni atë me energji. Virgjëresha. Natyra juaj e kujdesshme gjen rrugë të reja për zbatim në ndikimin e kozmosit. Merkuri frymëzon fokus analitik, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për zgjidhjen e problemeve dhe përfundimin efikas të detyrave. Kanalizoni saktësinë dhe vëmendjen tuaj ndaj detajeve për të adresuar çështjet e punës ose të shtëpisë që mund të përfitojnë nga një perspektive e re. Yjet gjithashtu favorizojnë renditjen e planeve financiare, duke ofruar një shans për të riorganizuar buxhetet ose për të vendosur objektiva të reja kursimi. Në marrëdhënie, miratimi i fleksibilitetit do të jetë thelbësor. Venusi ju inkurajon të shprehni empati dhe ngrohtësi ndaj të dashurve, duke nxitur harmoninë në shtëpi. Nëse një çështje e veçantë ka qenë në ballë të mendjes suaj, sot është ideale për t'u qasur asaj me dialog të hapur. Shëndeti juaj mund të kërkojë vëmendje të ndërgjegjshme. Merrni në konsiderat integrimin e praktikave ose rutinave të mirëqenies që promovojnë ekuilibrin. Besoni në aftësitë dhe intuitën tuaj. Sot ka të bëjë me rafinimin e proceseve ndërsa ndërtoni një mjedis mbështetës dhe edukues. Peshorja. Vallëzimi kozmik i sotëm më 4 dhjetor 2025. Ju fton të kërkoni ekuilibër në gjithçka që bëni. Me Venusin si udhërfyesin tuaj, ka një fokus në marrëdhënie dhe harmoni personale. Ka të ngjarë të ndjeni një dëshirë për të krijuar bukuri dhe rregull në mjedisin tuaj, gjë që mund të përkthehet në organizimin e hapësirës suaj ose në përfshirjen në përpjekje artistike. Kjo është gjithashtu një kohë e favorshme për negociata dhe partneritete. Diplomacia juaj natyrale do të shkëlqejë, duke ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve dhe në harmonizimin e interesave. Njohurit financiare vijnë përmes planifikimit të qëndrueshëm. Rivlerësoni burimet tuaja për të siguruar sigurinë tuaj në të ardhmen. Lidhjet romantike gëzojnë shkëlqimin e mirëkuptimit dhe thellësisë. Është një ditë e shkëlqyer për lidhje zemër me zemër ose gjeste romantike që rizgjojnë pasionin. Ndërveprimet shoqërore mund t'ju prezantojnë me rrjete të dobishme. Prandaj përqafoni ftesat që ju vijnë. Balanconi nevojat emocionale me kërkesat praktike duke përfshirë rutinat e kujdesit për veten. Përqafoni stabilitetin e sotëm dhe kultivoni paqen dhe sharmin që kërkoni. Akrepi. Përgatituni për një ditë transformuese më 4 dhjetor 2025. Ndërsa yjet ndriçojnë të vërtetat e fshehura. Plutoni, planeti juaj sundues, ju udhëzon përmes eksplorimit introspektiv, duke nxitur zbulime rreth dëshirave dhe ambicieve personale. Përqafojeni këtë mundësi për rritje, veçanërisht në fushat ku jeni ndjerë të bllokuar. Profesionalisht, natyra juaj hetuese do të jetë një avantazh i dallueshëm, duke ju lejuar të zbuloni detaje që mund të çojnë në përparime të rëndësishme. Jini të kujdesshëm me vendimet financiare, ndërsa mundësitë duken premtuese, shqyrtoni të gjitha aspektet para se të angazhoheni. Marrëdhëniet përfitojnë nga intensiteti dhe thellësia juaj emocionale. Dialogu i hapur dhe i ndershëm mund të thellojë lidhje. Venusi rrit joshen tuaj, duke tërhequr njerëzit drejt pranisë suaj magnetike. Megjithatë, sigurohuni që kufit personal të mbeten të paprekur për të shmangur lodhjen emocionale. Mundësitë për ndjekje krijuese dhe shpirtërore lulëzojnë, duke ofruar shërim dhe ripërtëritje. Ndërsa lundroni në energjitë e ditës, besoni në qëndrueshmërinë dhe aftësitë tuaja intuitive. Sot është për transformim dhe fuqizim. Shigjetari. Rrymat kozmike ju udhëheqin drejt eksplorimit dhe zgjerimit. Jupiteri ju inkurajon të zgjeroni horizontet tuaja, qoftë përmes udhëtimit, të mësuarit apo përvojave të reja. Sot është perfekte për të nisur në aventura që zgjerojnë perspektivën tuaj dhe ushqejnë dëshirën tuaj për të udhëtuar. Përparimet profesionale janë të favorizuara, por ato kërkojnë një qasje me mendje të hapur dhe gatishmëri për të përqafuar mundësi të reja. Financiarisht mbizotëron optimizmi. Megjithatë është thelbësore të ruani menaxhimin e kujdesshëm fiskal për të parandaluar teprimin.
Natyra juaj shoqërore lulëzon në ndikimin e Venusit, duke i bërë lidhje dhe bashkëpunimet më të frytshme. Perspektivat romantike janë emocionuese. Beqarët mund të takojnë individ interesant, ndërsa ata në marrëdhënie gjejnë gëzim në eksplorime të përbashkëta. Takimet shoqërore sjellin gëzim dhe miqësi të reja potenciale. Balanconi energjinë e ditës me vetë reflektim dhe planifikim të ardhshëm. Mos harroni, shigjetar, bota është sheshi juaj i lojërave dhe sot yjet ju ftojnë ta shfrytëzoni atë me entuziazëm dhe gëzim. Britsjapi, 4 dhjetori 2025. Paraqet një ditë përkushtimi dhe rritje të qëndrueshme. Ndikimi i Saturnit inkurajon një qasje të disiplinuar ndaj përgjegjësive personale dhe profesionale. Përdoreni këtë ditë për të forcuar planet tuaja për të ardhmen duke u përqendruar në projekte që kanë përfitime afatgjata. Organizoni hapësirën tuaj të punës për rritjen e produktivitetit. Efikasiteti do të jetë çelësi për të kapërcyer sfidat e sotme. Stabiliteti financiar mbetet një përparësi. Rishikoni investimet dhe kursimet për të siguruar që ato përputhen me qëllimet tuaja. Në frontin e marrëdhënieve, besnikëria dhe përkushtimi juaj vlerësohen nga të dashurit. Kaloni kohë cilësore duke forcuar këto lidhje. Komunikimi rrjedh pa probleme, duke paraqitur një mundësi për të adresuar dhe zgjidhur çdo tension themelor. Lidhjet romantike thellohen, veçanërisht kur ndërtohen mbi respektin dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Një fokus në praktikat e kujdesit për veten ndihmon në balancimin e kërkesave të orarit tuaj të ngjeshur. Besoni në aftësinë tuaj për të arritur dhe mbështetur ambicjet tuaja. Sot ka të bëjë me ndërtimin e një themeli të fortë për suksesin e ardhshëm. Ujori. Sot, 4 dhjetor 2025. Yjet shpërthejnë me energji inovative që ushqen kreativitetin dhe ndjekjet tuaja intelektuale. Urani stimulon dëshirën tuaj për ndryshim dhe progres, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të menduar ose për të zbatuar ide të pazakonta. Jeta profesionale shem mundësi të pjekura për ata që janë të gatshëm të dalin nga zona e tyre rehatis, të përqafojnë punën në grup dhe të mendojnë jashtë kornizave për të zgjidhur sfida. Njohuritë financiare zbulojnë përfitime të mundshme. Megjithatë këshillohet menaxhimi kujdesshëm për të përfituar nga mundësitë me mençuri. Në aspektin shoqëror, sharmi juaj unik tërheq individ të ndryshëm në orbitën tuaj. Rrjedhëzimi mund të çojë në bashkëpunime ose miqësi emocionuese. Me Venusin që nxjerr në pa marrëdhëniet personale. Balanconi nevojën tuaj për pavarësi me kohën e kaluar duke ushqyer lidhjet me të dashurit. Perspektivat romantike janë të gjalla. Hapja dhe ndershmëria forcojnë lidhjet. Jepini përparësi shëndetit mendor dhe fizik duke u angazhuar në aktivitete që rimbushin shpirtin tuaj. Energjitë e sotme forcojnë rrugën tuaj drejt inovacionit dhe lidhjes. Besoni në vizionin dhe autenticitetin tuaj. Peshqit, 4 dhjetori 2025. Ju udhëzon drejt vetanalizës dhe qartësisë emocionale. Ndikimi i Neptunit ju inkurajon të eksploroni botën tuaj të brendshme, duke ofruar një kohë të përsosur për reflektim dhe shprehje krijuese. Kanalizoni këto njohuri në projekte artistike ose ëndra që ju frymëzojnë. Profesionalisht, qasja juaj intuitive mund të çojë në zgjidhje inovative që përfitojnë përpjekjet afatgjata. Financiarisht, këshillohet planifikimi i kujdesshëm për të siguruar stabilitet. Mund të lindin shpenzime të papritura që kërkojnë përshtatshmëri. Marrëdhëniet lulëzojnë në ndikimin e butë të Venusit dhe dëmshuria ndaj të tjerëve forcon lidhjet personale. Kërkoni harmoni në ndërveprimet tuaja dhe mos u nguroni të shprehni ndjenjat tuaja të vërteta. Kjo cenueshmëri nxit lidhje më të thella. Në një aspekt personal, prioritizimi i mirëqenies mendore dhe fizike përmes meditimit ose aktiviteteve qetësuese do të ushqejë mirëqenien tuaj. Besoni në natyrën tuaj empatike dhe kreativitetin. Pasi sot ka të bëjë me përqafimin e ndjeshmërisë suaj dhe përdorimin e saj si një forcë udhëzuese drejt përmbushjes dhe harmonisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.